Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Allahumma zela falendrojmë, salavat e salamat pejgamberit alayhi salatu wa salam në dërgëm. Allah na falt na i përmirësoft në jetët edhe veprat tona. Allah na forcoft në këtë din, na shtoft dijen bashkë me sinqeritetin, pastaj edhe vullnetin në vazhdimsi për të vazhduar ibadetet. Prej veseve më të këqija të talib e ilmit, të kërkuesit të dijes, është vetëpëlqimi. E vetëpëlqimi vjen si shkak të marrmendje që di boll. Edhe dyta dembelloku, se kjo rrugë është e gjatë. E pak janë ata të cilët qëndrojnë. Andaj Allahu ju forcoft. Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi thotë, obligimet e zemrës apo detyrat që Allah ja ka obliguar zemrës janë më të mëdha, më të rëndësishme dhe më të zorshme se sa ato të trupit. Prandaj thot, keni kujdes me to, se për fat keq shumica e njerëzve i rregullojnë ibadetet e gjymtyrëve edhe i harrojnë ibadetet e apo adhurimet e zemrës. Edhe thot, ka njerëz të cilët mendojnë se ibadetet e zemrës janë vetëm thjesht gjëra të pëlqyera. E ju e dini se nuk është e vërtet se ibadetet e zemrës janë nafile, vullnetare, por janë obligim. E një prej ajeteve kuranore ku Allahu xhaleshanu ka treguar se kush ka më shpëtuar në botën tjetër, ka thonë yawma la yanfa'u malun wala banun. A ditë nuk ka me ba dobi, pasuria e as evladet, illa men etallahe bi qalbin salim, përveç ai i cili vjen te Zoti me zemër të pastër. E çka me zemër të pastër, do të thonë i ka kryer obligimet e zemrës. Obligimet e zemrës i ka dhënë sinjal Zoti besimtarëve që rregullojnë zemrat e juaja. Përndryshe ku për juve s'kan më u bë dobi as pasuria as evlat. Prandaj Ibn Qayyim kur ka përmend thot, janë mungur në ibadetet e zemrës, jep me kuptu se ka subhanallah prej nesh, ndoshta jemi dhe na, Allahu mos na bëft prej tyre, na përmirësoft nëse jemi, që nuk merremi me rregullimin e zemrës. Nuk merremi për shembull si ta largojmë gibetin, përgojimin. E në anën tjetër, ndoshta i kushtojmë një ibadetit vullnetar ma shumë rëndësi se sa që ai e ka. Nuk po them që ta lëmë në ibadetin, por po them që t'ja japim gjithë secilit rendin ashtu qysh i takon atij. Thot Ibn Rajebi rahmetullahi alayh, thot njerëzit më të mirë prej besimtarëve janë ata të cilët e kanë trasu rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe sahabëve të nderuar. Ndërgjë ku po do me dalë ai, të cilët thot kanë qenë mesatar në ibadetet e trupit edhe maksimal në ibadetet e zemrës. Maksimal. E kanë dhënë maksimumin në përkujdesje ndaj adhurimeve të zemrës. Pse ka thonë kanë qenë mesatar, do më thonë, nëse flasim përgjithësi, nuk po dojmë tash me hyj shumë detaje se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë imami i krejt të devotshmëve. Në të gjitha aspektet Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka qenë i pari. Por kur thot Ibn Rajebi kanë qenë mesatarë, është për qëllim nuk e kanë tepruar. Pse? Janë mundu që ma shumë me i dhonë rëndësi ibadeteve të zemrës. Ju e dini atë fjalën apo hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sikur imani e Abu Bekrit të qëndronte në një anë dhe imani të umetit në anën tjetër, do të peshante imani e Abu Bekrit. Edhe dini se çka kanë thonë ulemat, edhe kanë dhënë përfundim, Abu Bekri nuk i ka kaluar njerëzit e tjerë me adhurime të veçanta. Por çka? Ka diçka e cila është në brendësinë e tij. Është diçka në brendësinë e tij.
Çka është rëndësinë e tij, domethënë e ka rregullu raportet mes tij dhe Allahut që ka të bëjnë me punët e zemrës, ibadetet, se ibadetet që kanë dy lloje. E ju e dini edhe ata tre personat, hadithin që e shënon Imam Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha, ku kanë shku, ka dhe transmetime tjera nëse s'gaboj edhe nga Abu Huraira, hadithi dhe Enesi, Allahu alem, ku kanë shku tre djemtritje, tre djelmosha dhe e kanë pyet bashortët e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe kanë thonë, na tregoni për ibadetet e Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. Ato i kanë tregu, edhe sikur ata i kanë konsideruar të pakta këto ibadete. Pak pejgamberi po bën pak ibadet. A flan pejgamberi? Po. Sallallahu alaihi wasallam. A han buk? Po. Po. Ka thënë pak. Kanë thënë diçka. Normal që ai nuk bën shumë ibadete, këty nuk ka dok pak. Për arsye se Allahu xhaleshanu e ka falë të gjitha mëkatet e shkuara dhe të ardhshme dhe e ka të garantuar xhenetin. Çka duhet më bën? Na duhet më dhon zor më shumë. Edhe ja kanë dhënë besën Allahu xhaleshanu njëri që s'ka më martu, po veç ka me boj ibadet. Tjetëri s'ka me flet të natën, po ka me u falë. Edhe tjetëri të ditën ka me agjëru. I shkoj lajmi pejgamberit alayhi salatu wasalam. Mas njerit prej namazeve e kishte tradit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ngrite edhe mante këshilla dhe fjalime her pas here. Ka pas disa raste përveç xhumas që ka marrë hutbë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam atje minber ders, ka pas edhe për çef ka dalë ndonjëherë ka marrë atje ders. Ka herë ka marrë këtu. Ka ndodhur që ka dalë atje ka hyb, edhe i ka falë 2 recat nafile namaz me pas sahabët që po falet. Po ka pas edhe raste kur ka thirr es-salatu jami'a, namaz me xhamat pa kohë. Pse? Me ardh sahabët edhe i ka këshillu për në rast pak më specifik. E në këtë rastin këtu që këta burra thot ndëgjova disa njerëz që kanë thonë kështu. Edhe i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se përket mua, tha unë edhe flaj edhe falem. Edhe agjëroj edhe ha. Edhe jam i martuar. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush distancohet ose nuk i dal ball që thojmë na suneti jam, ai s'është prej nesh. Nuk është prej meje, nuk është prej umetit tim, domethënë umetit atyne të mirëve të përzgjedhurve sa ai, inshallah janë muslimanë ata. Por se jo për atyne të përzgjedhurve që me ec hap pas hapin rrugën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Prandaj ata na i shohim sahabët me gjithë ibadetet që i kanë bërë. Na kemi raste kur disa njerëz në emër të devotshmërisë kanë bërë veprime të jashtme, të cilat kanë rënë kundërshtim edhe me mësimet e fesë e para, por kanë rënë kundërshtim edhe me veprimet e tyre të brendshme. Qysh me mësimet e fesë, janë që për shembull kanë agjëruar tan vitin. E kjo është e ndaluar. Janë mundu me i dhënë ibadeteve të jashtme. Ka të tjerë të cilët jashtë kanë bërë ibadete, ka prej neve, mesin e tonë, që agjëran në muaj Ramazan, nuk han buke, nuk pin ujë, çka bën të ditën bën gibet. E çka ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i ka dhënë rëndësi ibadeteve të zemrës, ka thonë kush nuk e lë gënjeshtrën dhe të punuarit me të, s'ka nevojë Allahu për lanjen e ujit edhe të bukës, domthonë të ushqimit edhe të pijes. Domthonë i ka kushtuar rëndësi ibadetit brendshëm. Ka pas për atyne të cilët kemi lexuar në tregime kur ishme në medrese edhe mendonim se ata kanë pas mirë, ku ka pas njerëz që kanë pa edhe nëpër internet disa vajza të vogla që i mësojnë prindrit se si mos me fol fjalë tjera vetëm me ajete kuranore. Edhe kur e vet mësuesi aty në komision aty thot çe ki amrin, ai thot përmend një ajet kuranor ku përmendet Mariemja. Domethënë thonë që ka Mariema amrin. Sa vjet i ki? Ja abeti inni rahitu ahada ashara kawkaba, o babun i kom pa 11 yje. Në surën Jusuf, që po do mi thonë ati i kam 11 vjet. Edhe në histori islame pas ka pas njerëz të cilët s'kan folë ndryshe veç me ajete kuranore. Pse sipas tyre? Se nuk bëjnë ana gibet edhe nuk flasim kur dëm. Nuk bëjmë kur flasim, nuk bëjmë dëm. A është kjo pjesë e sunetit?
Jo, nuk është pjesë e sunetit. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kush distancohet, nuk i mjafton suneti, nuk është prej meje. Prandaj, në emër të ibadeteve të jashtme, çka s'kan bën sahabët dhe pejgamberi alayhis salatu wasalam i kanë harru ibadetet e brendshme. Për ibadeteve më të fuqishme që ta njerëz që e kanë lënë ibadetet e brendshme është marrja dijes. Dhe zakonisht ata kanë deviju të marrë me anën e jashtme duke dalë prej mësimeve ose pjesërisht ose tërësisht të islamit. Na kemi njerëz të cilët i përmendën librat, në emër të sufizmit edhe të kësaj jekinit, bindjes, ose kalb selim, zemrës pastër, kanë shku edhe janë mbyllë në për qyshe, në për po thamon podrume, në për minare, kanë qenë minare më të mëdha, me vite. Ka 5-6 vjet, në tërë kanë jetë, veç në falin, luti, ka që dikush buk. E kanë kujtu Merjemen, alayhis salam, që kanë jetë mbyllën, i ka pastru Mesxhidi Aksan, edhe kanë jetë mbyllur. Edhe, si pas tyne, derisa të mërin deregjatet e nalta të devotshmërisë. Edhe, të nejtë mëshirë sikurse në qeli, ju ka këput teli këtu, edhe, kur ka dalë aty, thot, më ka fol me laçja. Edhe tash se kam obligim namazin. Më ka thonë me laçja. A keni pa të tillë dhe në për burgje që kanë nejtë disa njerëz, ju konë jo fetarë, se s'po du me thonë në i sen tjetër, kur ka dalë për burgit, thot, më ka fol me laçja, më ka thonë, unë jam Zoti, unë jam e laçja, unë jam e vliaja, edhe ti bën ju mirë njerëzve. Çka më ju bën? Më ju shkru, më ju bën hajmalia, tallava. Çështu ka ndodhur në emër të devotshmërisë së jashtme, e kanë lënë devotshmërinë e brendshme, që prandaj po thotë Ibn Rajab, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe sahabët kanë qenë mesatar në ibadete. Nuk është për qëllim mesatar mrena ligjeve të Islamit, ata kanë qenë maksimumi. Ma mirë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush ka bën ibadet? Kërkush, as të jashtëm, as brendshëm, as zemrës, as gjymtyrëve. Por kur thotë ky do të bëni krahasim mes çtyre njerëzve që kanë tepruar pa argumente ibadetet e jashtme, dhe asaj që ka vepruar pejgamberi alayhis salam, i bën që ai ka qenë mesatar. Ka pas vakt njëri me kesh. A keni pa njerëz të cilët thonë unë nuk kesh, unë kom vendos mos me kesh, se kom një që ka thonë është kur ka vendos me leku gojën nuk ka kesh, ma vallon në buri për mi fry buris. Mirë me leku nëse s'kesh ti keshve, se pejgamberit ka kesh sallallahu alaihi wasallam. Pse dënë me bën ibadet i cili nuk është pjesë e dinit. Andaj, që kjo është për qëllim kujdes, ata kanë marrë, por ata kanë qenë në maksimum të kujdesshëm në ibadetet e zemrës. Këtu pastaj nuk kanë pas limit. Për mira fjala. E dini se Abu Bekri, edhe pse nuk është patjetër na me vepru çashtu. Abu Bekri ka marrë gurin e ka vendos në gojë, me majtë që mos me mujt me fol shumë. Pastaj Omeri radhiyallahu anhu kur ka momenti i vdekjes, mbas jo plagos, çka ka thonë? Sikur ti shakon zog. Mos më ngjiku Allahu xhalla shanu. As la li wala alay, as për mua as kundër meje. Nga frika pala ka bon sa duhet ibadete. Pra, ata kanë dhënë maksimumin në gjitha aspektet, por i kanë kushtuar në mënyrë të veçantë rëndësi anës së brendshme. Prandaj, të nderuar vëllezër, këtu na e kemi një ngjecje ku na shohim domethënë veten tonë, shumë mirë ndoshta jemi në disa ibadete të jashtme, pra për shembull, ju të gjithë i falni 5 vaktet. A mund më garantu dikush për juve pejmas Ramazanit, gati një muaj u bë? Ai e bindur një herë që s'ke bë gibet. Unë për vete nuk guzaj me thonë që s'kam bë. Ama a je bindun që s'ka i kas një vakt, besoj që je bindun, s'ka i kas një vakt. Në kohën e vetë. Shumë mirë është, alhamdulillah. Ndoshta s'ka i kas namazit duhas as një ditë. Po namazit duhas është sunet. Kurse përgojimi është për mëkateve më të mëdha. Kjo është ban rregullimi i anës së brendshme. Thot Omar ibn Salih
një prej nxënësave të Imam Ahmed ibn Hanbelit thotë e kum pyet mësuesin tim Ahmedin, rahmetullahi alejh, me çka zbuten zamrat. Thotë më këqyri ai, kështu, e uli apet kokën, më këqyri thotë prapë kështu, e uli kokën. Më këqyri thotë për zreti, tha, o, djali mirë, zamrat tha zbuten me ushqim halal. Allahu Ekber. Kur e lexova të nderuar vllazën, nëse këtë libër e kam lexuar edhe më herët, por po e përsërisja sot, unë edhe po mendoj, pse ka përmend Imam Ahmedi bash ushqimin halal, zamra me të zbut me ushqim halal. Allahu alem, na mendojmë që ka lidhje me ushqim. Jo, nuk është veç kur e ke qitë ti në sofër ushqimin halal. Është qëllimi deri sa sfidat i ke pas ti, kur ka ardhur që aty më bu halal. Sepse ti ke mujt me punu, me gjetë një punë që nuk o bash halal, me fitu shumë pare, e pak më shumë djathë, e pak në të majtë, e pak një dallavere vogël që ato e pak që do t'je ke nalë vetën. Ke mujt për një fjalë goje me alshu tjetërit, me amar një fitim të madhë për një, veç po mi thonë, po është original, ban kisa është që peshes është original, ti e nalë si ke thonë. Si ke thonë. Tjetëri a i shoku jut po fiton ma shumë se sa ti në biznes, a jënë të bo dallavere, ti e ki mundësin ti penal vetën, se po donë me që bukën në shpe, halal, ti penal. Peshet që kam rinja i kolega jut i cili o konë ma i dopt se sa ti në shkollë, kam rinj ma shumë se ti, po vëzit keren ma të mirë, ka jub një propozita dhe po dele, po livdohet, po frujot ti kemet, sikur me fillu me akuzu vetë vetën, që bom me mu? Pse më rinja i? Po kër i analizon ti që kam rinja i, ti je i knaqen me qëton që ka? Allahu të ka caktu me halal. Prandaj ti e menon krejt që to sfida i kalon, që kur të vjen që ushqimi yt gjella ose buka në sofër, edhe ti e han halal, je i knaqen me halalin e Zotit, vallaj ka me tu zbut zamra. Domthon krejt to sfida ti e tu i kalu për me prunë sofër halal. Se nuk është vetëm thjesht, a o prej me halal me bismillah. Jo vetë që kjo po, po dhe shumë do sfida tjera në një kohë kur është mbushur dunjaja me dallavergji. Ti e kon fillore me ta, ai nuk ka ditë me ngre qyrat e veta, i ka nërë derin fletore, 20 cm të poshtë, edhe kur i ka ngre të ka gërdit, sot e është ba minister, sot e është ba dikushi, ti ta shudit është, ti e gabim se s'ke mujt me mri, aj, ku nalesh e menon, ku kam rinjaj, qysh kam rinjaj, ty nuk të të marak fare, sepse ti e din vetën që e i paq, në rrugtimin tënë, në halalin tënë, edhe kur të qëtë qatë ushqimin për veti, edhe familjen tëne, shumë je i qëtë. E masajna vallahi, s'po më ngën gruja, e s'po më ngën djali, e s'po më ngën qika, normal që s'ngën. Me dallavere, e ke rrit me, që ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, është rrit edhe ashnjë edhe palca me haram. Ku përdojnë me të bon ka buldu aty? Gjithë sen me haram e ke bon. S'ka në ratlëk, po në malë që s'kan. Pa në ndaj vjen puna masane që me shku të hoxha për mi fry, tipi til, qaj që e përmena, edhe me thonë, gjdo natë që hom natën për me mytë vetën, se s'jam rahat. Normal. Hoxha, pse po mdodhë kjo? Jo, unë e pedi, po ka dalë, se ta thamë, po jo me të parën, unë jam të ditë pse. Se ti gjdo sen e ki haram. Nuk mund është më konë ti i qetë në shpirtin tanë. Nuk mundet me të qetësu zamra. E Imam Ahmedi shte ka thonë nëzonsit vetë. Qetësohet, zbutët zamra kur ushesh me halal. Se i kalon krejt që to sfida. Tjetra. Hasan ibn Atiyya thot kështu. Ndodhë që dy veta më u konë në namaz krah për krah. Njëni me tjetërën, afer njëni tjetërët. Në të njëjtin vend, në të njëjtin saf. Por vlerat e namazit të tyre dallojnë sikurse mes tokës edhe qiellit. Nga se i pari, me tërë zemrën e tij edhe qenien e vet, është drejtu ka Allahu. I dyti,
ka humbur në mendimet e kësaj bote. Ata janë të dytë me një saf. Të dytë na i shohim që pa falen. Por njoni, namazi ti, kam rritë e Zoti Azza wa Jall. E i këti tjetët është për toke. Se kjo e ka mendin në dunja. E dini atë tregimin që në klasë ma pa të tregu mua dhe shokëve të me nese në zansave në klasë, Muhammed Ejubi, Shekh Muhammed Ejubi, lezuesi i Kuranit, më ka dhënë mësim një vjetë Kuran, një vjetë tefsir, edhe thëki ka qenë një gjemat, hoxha xhamin full me gjemat, edhe tha një prej namazeve, kam tregu, por letë mbetet inqizimi, tha mas i dhanë selam në një prej namazeve me 4 rekat farz. Tha njëni prej gjematit atje të dera, mas i dhanë selam, tha uqua dhe tha hoxho i ke falë 3 rekat, jo 4. Imami, jo bre 4 i kom falë. Tha ja, 3 i ke falë. O bura për thot, a pe dini bre dukush a kum gabua jo? Ata për bajnë. S'po di kërkush me thonë sigurt. Edhe këti imamit ta shihinin qefaj atje, tha mashallah. Sa i devatshëm, në saft fundit na bani horë neve kretve. Kërkush na të vëmendshëm, jo, ai më i vëmendshëm se na. Tha je sigurt be burr, vallaj tha i sigurt është edhe të bi argumente. Çfarë argumente? Tha unë tha, tash ai safit fundit. Tha unë sa herë falem, tha i menoj ka 4 probleme në trunë. Tha sot veç 3 ku menu. Tha vazhdohet 4 se mazi se na kon edhe ti. Edhe ai si kish pas mend kërkon. Por të menu dunjon. Prandaj është një fjalë e Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu i cili thot unë i përgatiti ushtrin në namaz, kështu paka shumë ajo fjala ti edhe e kanë kequptu disa vëllezër sa bën me mendu diçka jashtë namazit, namazit me mendu i përkushtu më kon. Allahu alem, prej komenteve më të mira që kanë bërë ulemat ka qenë jo se ai mendon, por Allahu xhalleshanu kur jet, Omeri po jet. Ç'sh më apo? Allahu xhalleshanu po ja çel trunin pe orienton, pe jep inspirim Omerit namaz, se Omeri është qujt i inspirumi, jo inspirim profetik, por inspirim i një evliaje. Omeri po hyn namaz, ja Rabbi, në mana nesër në bete, qysh me abon, qysh me organizu ushtrin. Allahu xhalleshanu në namaz, kur po del pi namazit i orientum, veç që ka Zoti ja ka mushmenën qysh me abon, tek me abon. Prandaj, ka dallim kjo Omerit, e keni kujdes, e ka Imam Ebu Hanife, rahmetullahi alejhi, një tregim të tillë, ku njëri prej besimtarëve, i thot, vjen të hoxha, i thot, hoxha fene, thot, më ka hup qypi me lira, thesari. Thot, e kum haru venin ku e kum gropos në ato fushat e veta, arat e veta. Thot, s'po të kujtojt heq, thot, vallahi jo. Heq. A ki mundësi be hoxha me më një mundu që është? Parmendo, thot, që ka lidhje i hoxha me qypin me lira në arka ku e ka varosaj që i ka hup. Por, Ebu Hanife, rahmetullah alejhi, ka qenë i mençur, edhe një prej po që kështu largpamësve, gjenive, matmaj që ka njoft bota, Allah më shëraft, i thot, a di qka thot, për me të kujtu, shko të shpia sante, tonë natën falu derin sabah, ka me të kujtu, Allah i pikzimit, Allahu Ekber, në sejde, në ruku, Allahu Ekber. Diku kër i bani një gjësore një orë, ju kujtu, qypi me lira ka kalan. Si ju kujtu qypi, e la namazin. Edhe, shkajte Ebu Hanife në qatë koha për nesër, tha, o gjë, tha, mu ka kujtu e kum gjetë. Tha, qka bane? Tha, qa erdhe, tha, me të kalzu. Po pësu falit e nësa, ja, tha, e gjeta të qypin ma. Tha, mirë, o gjë, në regull unë e gjeta. Shkaj menja me më thonë, mu fal, edhe dishe që ka me gjetë qypin. Tha, shika, besimtari kur falet, me përkushtim. Gjenë më të urrejtur që ka shejtani ka namazin. Me përkushtim shtoja këto, edhe me përkushtim. Mos muft me të largu prej namazit, ta largon
për kushtimin namaz. Edhe qëtin me menu. Sa herë ka bon vaki që ke pas nëjtë termene, ke pas nëjtë punë, ke pas një diçka, tu ka kujtu namaz. La ilaha illallah, pas ka marru filan punën. Tu ka kujtu një numëri telefonit. Tu ka kujtu emni filan personit që s'tu kujtoke. Pse? Se të shejtani dënë, mës moft me ta prish kret, bile me ta dëpsu. Thotë ati, kur ke i namaz më fala i shejtani, ti ka qumë mend ka thesari për me ta hup namazin. Prandaj, kjo fjale Hasan ibn Atijes, 2 persona falen, njëni ka vlerat e tij në qiell, e tjetri në tokë. Ka dallim të madh. Prandaj, mos të korritemi në namaz. Është jashtë temës, po më ka pëlqyer një thënie një dietarit, i cili thot subhanallah, xhamiat na korritën burnin. Po i thot ai tjetri pse? A vallahi tha, nëse dën me ditë, qysh do t'jemi në safa në ditën e kiametit, në safa, në vlera, se edhe në ditë kiametit njerëz do t'jenë safa, rreshta. Tha, është kollaj. Qysh jemi tha safa në xhami, që ashtu tha jemi edhe në ditë kiametit. Qështu tha sa vizar. Tha na, ai i shkon me pozit, një çfarë udhëheci. Na tha udhëhecat që shkojmë veç për xhumë, edhe aty këtu në i vakt e nëzom në reqatin e fundit të dera, tha që ashtu kena më konë botën tjetër. E punëtorët, ata fukarat, ata të ngratit që në këtë botë nuk i vlerësojmë, këqyri thanë saft parjan. Pozita jonë në këtë botë, ta Allahu Gjeleshanu në bazë të safave të xhamisë. Normal, mësë mërën këtë gjithmonë si që është të prejme. Por, a është një isharat është? është isharat. Prandaj, pas kujdes, edhe me prezentim në xhami, apo ardhje në xhami, por edhe në falje normal, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam që ka thonë, sikur të dini vlerën safit parë, atëherë do të një prej atyne do të shtyheshin ose do të qetnin short. Mirë, dhe e fundit Ibn Qayyimi ka thonë, transmeton Imam Ahmedi me zinxhir të saktë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, ti nëse lën diçka, largohesh prej diçka që ke bë deri dje, për hir të Allahut azza wa jall, e din që është haram, bidat, mekruh, shirk, eudhu billah, pala ma keq. Edhe lën për zot Zotit. Çka bën Zoti me ty? Illa abdalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Vetë se Allahu ka me të zëvendësuar diçka që është më herë se çajo. Kjo është hadithi e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ibn Qayyimi, zavendësimi, kompenzimit që Zoti e ka lënë diçka për zot Zotit, të ka zavendësuar me diçka tjetër, thot është i shumë llojshëm. Por prej më të vlefshmeve kompenzime që Allahu ta bën është el unsu billah, me gjetë qetësinë tonë me Allahun. Vllazni, kjo është shumë e madhe. Njerë me gjetë qetësinë, rahatlukun, mbështetjen, forcën, bindjen, shpresën, mendimin e mirë me Allahun. Me bo me lonë diqka, e ke lonë i biznes, i cili u konë haram, e ke lonë për Allah. Ndoshta Allahu Gjeleshanu nuk të ka zëvendësu me miliona tjerë, me pare. Jo, por qa që je i qetë në shpirt, qa që je rahat në familje, qa që je i relaksum, nuk ndihesh në faj. Sa me të dhonë 10 fishin ati që e ke pas, ti nuk e nërën ma. Por kjo, alen për çdo kanë. Jo. Pse po thëmë jo? Pra arsye se ndodhë që dikush prej neve e lën një haram për i Zotë Zotit, e lën një haram, por nuk e kalon bashkë për i Zotë Zotit. Çto është poenta? Me lën veç për Allah. Jo me thonë ka të lashe, valla, kum qelë një kafe, këm pas rakin ta. Edhe janisën me pi, u përlashin, i theshin shishet. Edhe çka bona? Ma mire e ka ma rahat. Jo. Qëta më se pret. Që të qetësin me të adhonë Allah azza jalla më se pret. Po, Allah që përblev që ke largu. Se vab ki me pas që ke largu. Shumë mirë je. Ma mirë që shtu se sa kur e ke pas. Po më se pret atë shpërblimin më të madhë. Që po dhëtë Ibn Qayyimi ma madhe, ma vleshme është që me gjithë qëtësi,
me gjetë rahatlëk, me gjetë dashni, me gjetë afërsi edhe me ndje fuqinë e Zotit Azza wa Jall që është me ty në stop. Prandaj sa njerëz janë të fitu ma pak, po zemrat i kanë ma të qeta. Kështu që pasuria nuk është me numra. Me numra. Pasuria nuk është vetëm me të holla. Pasuria është më e madhe se sa kaç, se sa njeriu ka, por nuk është rahat. Na dim se ka njerëz të cilët nuk e kanë provu pasurinë dhe nuk e kanë provu qetësinë, as ta as ata. Edhe mund të kundërshtojnë, por ata kundërshtojnë vetëm nga hamendja. Pyetje ata të cilët i kanë provu. Andaj të ndërum vllazën, thot fuqia, qetësia e zemrës, ndjesia se Allahun e ke afër, se Zoti po të dë, ti po e dën Allahun, është më e vlefshme se sa krejt që ato haramet të cilët ti i ke lënë për Allah. Pra kjo është thënia e cila ka të bëj edhe lidhet me zemrën. Nuk du ta zgjati më shumë. Pra, pak a shumë sot i përmendëm disa pika të cilat lidheshin rreth asaj se me i shku Allahut me zemër të pastër është më e rëndësishme se sa me gjymtyr të pastërta. Zemra e pastër janë të gjitha ibadetet e brendshme. Dhe ibadetet janë dy llojshe, të brendshme dhe të jashtme. Ibadetet e brendshme janë më të rëndësishme se ato të jashtme. Ibadetet e brendshme janë baza. Deri në maksimum sa të mundesh me mri, mos u tut, vazhdo. A ibadetet e jashtme duhet më nal aty ku është nal Resulullah sallallahu alaihi wasallam edhe sahabët. Se nëse teprohen, kush janë ibadetet e teprume? Ato ibadetet të cilat s'ka argument për to, ato janë teprume. Nëse janë 5 vakte me i falë, ose namazi duhas për marë, është mas shumë t'i den 8 reqat, ose suneti drekës 4 para, 2 mrapa, ose 4 para, 4 mrapa, ka transmitim, ti mos i bën 40 për para, 40 mrapa. Se kjo është teprim. Pra për çfarë është për qëllim që nuk duhet më tepru në ibadetet veç munal aty ku është nal Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Edhe tham se ka disa veprime të cilat të jashtme, të cilat ta qetësojnë zemrën. Një prej tyre është edhe të ushqyerit me halal, sepse është sfidë deri të vjen në sofër. Ai ushqimi halal. Edhe kush e lën diçka për Allah, Zoti ka më azavënsu me diçka më të mirë, ama më lën për Allah. E çka më e mirë, po thotë Ibn Qayyim kur gjë mos koft është veç nëse Allah ta jep qetësinë me Zotin. Rahatlëkun e brendshëm. Mes te dhe Allahut azza wa jall, kjo është për pasurinë më të mëdha. I kemi të përfund ibadetet e jashtme dhe të brendshme, të cilat janë më të vlefshme, tham të brendshmet janë më të vlefshme. Mëkatet e zemrës janë më të rrezikshme se sa të jashtme. Por nga ky rregull i përgjithshëm, a ka ndonjëherë përjashtime? Po. Pra, mëkatet e brendshme janë kur njeriu bën gibet, kur njeriu dyshon rreth Zotit, kur njeriu dyshon rreth fesë, është më rrezikshme se sa ai që pin alkool. Ai që bën gibet, ai që përçan një burr me gruan e vet është më e dëmshme se sa ai i cili pin alkool. Por ka raste kur ibadetet e jashtme, haramet e jashtme, mëkatet e jashtme munden me qenë më të dëmshme se brendshme, po, nëse ato kalojnë te pala e tretë. Një mëkat që e bën mes te dhe Zotit të brendshëm, edhe një mëkat mes te dhe Zotit të jashtëm, mëkati mes te dhe Zotit i fshehti, është më i rrezikshëm se i gjymtyrëve, ai zemrës. Por, nëse bën një mëkat të zemrës mes te dhe Zotit, gjunohesh mes te dhe Zotit. E nëse ke bën një mëkat të jashtëm, mes te dhe Zotit, po edhe robit në ke dëmtu. Atëherë kjo është më i dëmshëm se duhet me lyp edhe halalin të pala tjetër. E kuptove? Zinaja për shembull, hajnia, vjedhja, vrasja, këto janë për mëkateve të mëdha të jashtme, por si pasojë ku i lindin këto? E smujës brendshme. Nuk ka mundësi me bën njëri një vrasje ose një amoralitet e mos më koni i smut në zemër. Wallahi l'adhim. Kushdo që ju thotë edhe ju ran, le të jetë mesazh se unë jam bosi, se unë e bëj çka du, shkoj unë e pi kur du, edhe drogën, alkoolin, bëj zina, unë e nrej, unë e ata. Na i themi ti veç i smutje. Ti, zemra tu ka smu.
Se po të ishe shnosh, do ta kuptoje se kjo nuk është krenari, por është turp, marrë. Mes te dhe Allahu Azza wa Jalla është largu perdja, edhe tu ka nxi zemra, denat mas, sa mon nuk jetë të e trajtu si mëkat, por jetë të livdu me ta, dhe mani je smut, se s'pedin qka është e mira, qka është e keqja. Sikur se njeri që i ka u pëshqisa kësaj shijes, e shijes, e merë si me hongër misht, si me ja qitë një sandalë, një këpuc, edhe me ja përgjit, a i s'merë veç ma qa të hongër. Veç nëse s'mun me për ty pat plastiken, thot qka në kështu, se s'mun me dalu. Kështu është një njeri cili ndjesia e zamrës i ka vdek. A i mo nuk e di qka është halal dhe qka është harami. Prandaj, na kryu themi aty në më bëse harama, s'pët vjen marë, thot për çka më marë? Thot unë jam i zote e pe bëj. Edhe ti që ditësh me mentalitetin e ti. Po këtu është krejt esenca, se ati është s'mun zamra. Lësë Allah që të na përmirësoj, na i shëroj zemrat tona, na i falë mëkatët. Se në fillim e në fund gjitha falendrimit për Allahun Azza wa Jall, walhamdulillahi rabbil alamin.